Pas të paktën 2 kërkesave të refuzuara, gjykata speciale ja ka mundësuar ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ta vizitoj babain e tij, i cili është i hospitalizuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Pra me 13 mars në forca të shumta të sigurisë, ish-udhëheqësi politik i ushtrisë shqiptare të Kosovës Hashim Thaçi ka qëndruar në Kosovë, konkretisht në qendrën klinike universitare. Ish-presidenti Hashim Thaçi u pa duke hyrë në klinikën interne rreth orës 19 dhe pas gati 3 orësh qëndrim, u largua i shoqëruar nga policia e Uleksit të asistuar edhe nga policia e Kosovës. Gjatë largimit ai përshëndeti me dorë nga larg qytetarët të cilët ndodheshin në oborre që brohorisnin UÇK. Vizita kishte karakter humanitar, konfirmuan dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, por nuk treguan për kohëzgjatjen e vizitës së Thaçit në Kosovë. Ish-drejtori politik i UÇK-s Hashim Thaçi po vazhdon gjykimin në Hag nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sipas aktakuzës, pjesëtarët e UÇK-s gjatë periudhës mars 1998 shtator 1999 kishin kryer krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit, duke arrestuar dhe ndaluar persona civil në mënyrë të palegjshme, duke i trajtuar në mënyrë mizore, torturuar dhe zhdukur. Për të gjitha këto krime të pretenduara, prokurori Jack Smith i ngarkoi Hashim Thaçin, Recep Selimin, Jakub Krasniqin e Kadri Veselin. Procesi gjyqësor ndaj 4-shës së UÇK-s është në fazën e dëgjimit të dëshmitarëve të fundit të prokurorisë që pritet të përfundojë në prill.